Përshëndetje të gjithëve dhe mirësevët në episodin e radhës të podcastit ton Çelo. Përshëndetje, sot do zhvillojmë nga podcastet më fantastik që kemi zhvilluar deri tani. Me ne sonte në studio është doktor Gentian Çala. Përshëndetje dhe faleminderit që erdhët përsëri se njerë ju kemi prezantuar si mjek i mirënjohur, ndërsa tashmë si një personazh që ke filluar të kesh një qasje më zyrtare drejt politikës nëpërmjet shpalljes të kandidaturës tuaj në këtë zgjedhje. Faleminderit dhe për mua është kënaqësi të jem podcastin tuaj, të jem sërish. Është një emocion i veçantë. Edhe besoj që do jetë një bisedë interesante. Pyetja e parë që i lind çdo njeriu. Shëndet doktor Genti, një mjek me një reputacion shumë të mirë që i futet politikës, një rrugë shumë të vështirë, me të paapritura edhe me baltosje. Po, mendoj që nuk ka asgjë të keqe kur një qytetar, pavarësisht se çfarë ka në backgroundin apo në profesionin e tij, përfshihet politik, sepse kjo është një lloj protagonizmi qytetar dhe besoj që është e rëndësishme që përmes politikës jep një kontribut të gjithë shoqërisë dhe ky është një instrument të cilin ne kemi, ose sistemi politik është vetëm një mundësi me të cilën ne arrijmë sot të ndërtojmë institucionet dhe të çojmë përpara punë të vendit. Ndaj edhe një mjek mund përfshihet në politikë siç mund përfshihet çdo lloj profesioni tjetër, dhe kjo është një gjë e natyrshme. Mjafton të rri kostumi, pastaj secili e vesh sipas mënyrës tij. E drejtë. Doktor, nëse zgjidhesh deputet, si do të ndikojë kjo te pacientët tu? Do të vazhdosh ti përsëri një mjek apo do bëhesh ti një deputet i zakonshëm? Se ke shumë pacient që thonë doktori është shumë i mirë, patjetër që duam ta shkojmë deputet, po është dhëna tjetër e medaljes, që thonë ku do na po. Kjo është dilema që më ka shoqëruar mua që në momentin që e pranova kandidaturën, edhe që më ka përcjell pastaj edhe në biseda me pacientët e mi, me familjarët e tyre, është diçka që në fakt njeriu ka brenda vetes edhe mendoj që mund të jepet kontribut në të dyja mënyrat. Do thotë, duke qenë mjek, ke mundësi të punosh jo domosdoshmërisht në institucione publike, mund të shërbesh qytetarëve edhe në mënyra të tjera, duke punuar në institucione të tjera ose duke zhvilluar aktivitetin tat. Sot ka disa forma me të cilët ushtrohet profesioni i mjekut, ka dhe format që janë online. Mjekësia është dhe online tashmë, është edhe e drejt për drejt, dhe mund të ketë një zgjidhje të ndërmjetme që më bën të jem njëkohësisht edhe deputet edhe mjek, pa i përjashtuar njëra tjetrën. Tani që fushata ka nisur zyrtarisht, kem një sfidë që ke piketuar ndryshe nga sfidat e tjera të përgjithshme që ka politika, po sfida më madhore e këtij rrugtimi. Sfida më madhore është që se ne punojmë me ekipe, nuk është çështja e një individi, dhe sfida më madhore është që ekipi t'ia dalë. Ekipi ta çojë deri në fund misionin e tij dhe sigurisht të ketë mundësi të festojë duke arrit atë që është vënë si cak, si synim. Dhe sfida më e madhe është që unë t'i shoh njerëzit e ekipit tim të gëzuar në momentin kur e gjithë kjo garë mbyllet, edhe mendoj që aty është momenti kur themi po, ne ja dolëm, bëmë atë që duhet bënim. Kjo mendoj është sfida më e madhe, t'i shikoj të tjerët, pjesëtarët e ekipit tim, sërish të gëzuar. Të festojnë. Doktor, a ka ndikuar në një rast i veçantë nga jeta jote si mik në vendimin për t'u përfshirë në politikë? Unë mendoj që përfshirja në politikë ka një histori të vjetër, që i përkon ndoshta prej adoleshencës time, ku misit satura të ndikojnë edhe në mënyrën se si ti e shef një shoqëri, si e shef zhvillimin e saj, si e shef situatën politike dhe sociale, dhe ka i moment të tillë që ka pas një ndikim në jetën time,
ka qenë pikërisht ajo periudhë ku miqt më kanë ndikuar ta shikojnë ndryshe sistemin e kaluar dhe pastaj të përfshihen lëvizjen studentore. Në atë kohë isha mjaft i ri dhe mendoj që politika më linte pak në vështirësi nga të shkolluarit, nga të mësuarit dhe nuk ishte diçka për cilën unë mendoj që isha i gatshëm në atë periudhë të jetës time, por ishte një gjë e cila më tërhiqte dhe thash, ishte një lloj kostumi që kur e vishja më pëlqente. Duke qenë dhe një natyrë mjaft sociale, unë mendoj që kjo ka ndikuar që angazhimi im i mëtejshëm në politikë të vijë në një moment ku sërish janë rrethanat që të ndikojnë apo të ftojnë njerëz të caktuar dhe ti përfshihesh dhe pastaj ajo është si një kaskadë që të hedh nga njëri prag te një prag tjetër dhe ti përfshihesh gjithmonë më shumë gjatë këtij rrugtimi politik, cilin unë tashmë e bëj për 15 vitesh. Mendon se ikja juaj në Kosovë ju la mbrapa në përfshirjen në politikë? Jo, ikja ime në Kosovë më ndihmoi shumë në aspektin profesional dhe më ndihmoi në aspektin e formimit të përgjithshëm dhe ndoshta edhe të pjekurisë të këtyre elementeve apo instrumentave që të duheshin më vonë për të vazhduar rrugtimin dhe mbase në një moment kur mendoja që isha më i gatshëm u përfshiva në politikë, duke kombinuar bashkë profesionin tim dhe angazhimin tjetër që ishte angazhimi në politikë. Ti ke qenë student i dhjetorit. Si e kujton atë moment dhe a je gati sot me të njëjtin pasion, me të njëjtën energji t'ju japësh një dorë edhe këtyre studentëve të rinj për të zgjuar edhe këtë regjim që na ka zaptuar këto vitet e fundit? Sigurisht, ato kanë qenë momentet pa harruara në jetën time dhe ai entuziazëm, atë dëshirë për ndryshim, atë angazhim të rinjve, të studentëve, të pedagogëve, pastaj edhe të qytetarëve të tjerë që u përfshin, ka qenë diçka e zakonshme dhe një lloj sinergjie shumë qytetarëve dhe një dëshirë për ndryshim që në përmasa ndoshta jo si në ato vite, si në vitet 90, e ndjej tjetër edhe sot, sepse ne jemi thuajse në kushtet e një regjimi autokratik dhe sigurisht që tashmë shoh në sytë e shumë qytetarëve dëshirën për ndryshim dhe dëshirën për ta flak tutje këtë lloj qasje në drejtimin e punëve të vendit dhe për të ndërtuar një qasje të re që kanë thelb qytetarin, që kanë thelb interesat e tyre më të mira dhe që punon për atë çka është më e rëndësishme ta bëjmë Shqipërinë sërish madhështore. Doktor, çfarë është një gjë konkrete që ti mendon se politika shqiptare po e bën gabim sot? Një gjë konkrete që mendoj që politika shqiptare po e bën gabim, ndoshta janë listat. Kodi zgjedhor. Ne duhet shkojmë drejt një sistemi, mendoj unë që duhet jetë ndryshe, ku mandatet përdoren në mënyrë të drejtë për drejtë nga qytetarët, pa truqe të listave të hapura apo të mbyllura, ndoshta duke bërë një sistem proporcional kombëtar, ku e gjithë Shqipëria është një zonë zgjedhore dhe ku secila forcë politike merr përkthen në mandate atë që populli jep në formën e votës. Mendoj që kjo është diçka që duhet përmirësuar dhe duhet që përfaqësuesit e popullit në kuvendin e Shqipërisë mendoj që do duhet të zgjidhen në mënyrë të drejtë për drejtë dhe kjo do e rriste mundësinë e një demokracie drejtë për drejtë. Kjo është një gjë që mendoj që duhet korrigjohet në të ardhmen. Në dhomën tënde të vizitave, le të themi, si mjek, je ti ai që vendos, je recetën, le të themi, pacientit, je zgjidhje. Mirë po në parlament, në një vend me 140 deputeta, ku ka zëra të ndryshëm, mendime të ndryshme, si mendon që do ta përballosh? Se duket në parim si dy realitete ekstreme. Jo, duken dy realitete të ndryshme, kjo është e vërtetë.
dhe kam pak ngjeshmëri, por cilësitë njerëzore janë shumë të rëndësishme në atë që ti bën jetë, në atë që merr përsipër si angazhim. Dhe unë mendoj që nëse vazhdoj ruaj të njëjtat cilësi njerëzore, dhe sigurisht që do t'i ruaj se është vështirë të ndryshosh në një moshë sa që jam unë, këto mund të përkthehen në një deputet i cili punon në interes të qytetarëve, përpiqet të mbrojë pikërisht të pjesë dhe për të pasur sa më shumë arritje dhe për ta zhvilluar këtë vend. Unë kështu e shikoj dhe sigurisht qenit një deputet i vetëm nuk mjafton për të marrë vendime të rëndësishme. Kjo duhet të jetë pastaj pjesë e frymës të ekipit që ka një mazhorancë të caktuar për të marrë vendime, për të bërë ligje, për të udhëheq punët e vendit. Doktor, si e përfityroni sistemi ideal në Shqipëri dhe cili do të ishte hapi i parë për të shkuar drejt këtij lloji sistemi ideal? Mendoj që idealja nuk ekziston as në makro as në mikro. Por sigurisht ne duhet të tentojmë drejt ideales. Mendoj që idealja për mua ka të bëjë rreth parë me setin e vlerave njerëzore. Me atë set të cilin ne si shoqëri patëm një krizë pas viteve 90, vazhdojmë të jemi ndoshta me një set të lëkundur të vlerave tona si shoqëri dhe shpresoj shumë që ta rikuperojmë duke përzgjedh traditën më të mirë, atë pra çka kemi pas vlerat vjetra të trashëguara dhe që janë më të mira, dhe duke e pasuruar me ato të rejat, me sfidat që krijon sigurisht gjithë ky zhvillim, globalizimi e ku ta diun në radhë. Pra, mendoj që kjo është gjë e më e rëndësishme për të ndodhur. Të ndryshohet seti i vlerave. Doktor Genti, shëndetësia falas është një realitet apo iluzion? Shëndetësia është një prej sektorëve jetik të jetës një vendi, e cila ka nevojë për investime, ka nevojë për reforma dhe ka nevojë për të bërë për ta marrë shumë seriozisht. Dhe sigurisht që shëndetësia nuk mund të jetë falas. Kjo ka qenë për mua një dogmë ose një lloj si do të them, një lloj premtimi i pambajtur i rilindjes, të cilin ne duhet ta shikojmë në një kënd tjetër. Sot qytetarët shqiptarë harxojnë shumë para nga xhepat e tyre, me qindra milionë euro deri diku te 850 milionë euro në vit, vetëm për të marrë barna. Dhe qytetarët shqiptarë në 60% të tyre shërbimet shëndetësore i paguajnë nga xhepat e vet, që është shifra më e lartë përfshi edhe në vendet e rajonit. Neve duhet të mundsojmë qytetarëve shqiptar të kenë qasje të lehtë të shërbimet të cilat kanë standardet, kanë një cilësi të mirë, pra dhe kjo kërkon shumë punë dhe shumë investime. Ne gjë e parë që do donin të bënim është mos shikoni më që njerëzit vdesin për mungesë barnash, apo që njerëzit blejnë barna pa cilësi, apo që njerëzit marrin shërbime me vonesë, ose që qytetarët në vështirësi ekonomike ose të cilët janë pa favorizuar ekonomikisht, nuk arrin dot deri te shërbimi që nevojitet. Sigurisht kjo është një sfidë mjaft e madhe, unë nuk e mendoj të lehtë, por është një nga synimet tona. Ne gjë e parë që kemi bërë është në programin tonë për shëndetësinë do kemi një 2 fishim të buxhetit për shëndetësinë, pra do shkojmë në 5% prodhimit brendshëm bruto, dhe ky është një hap i madh i cili krijon mundësi që parat të përkthehen në shërbime për më shumë njerëz,
posaçërisht për ata që janë më pak të favorizuar. Doktor, me që bë kaq situatë serioze tani duam që na bësh një zgjedhje. Në qoftë se do kishe dy zgjedhje, është data 12 maj, po e zëm sikur është data 12 maj sot, dhe do kishe vetëm dy zgjedhje. Njëra ishte të shpëtojë një jetë njeriu dhe e dyta ishte që të mbrojnë votën e vetme që ka ngelur dhe bën ndryshimin për të ndryshuar qeverinë. Këtë do zgjidhni ti. Se ajo vota shpëton shumë jetë njerëz të tjerë. Mendoje mirë domethënë. Do doja t'i zgjidhja të dyja. Ke vetëm një mundësi. Dhe në një situatë hipotetike, unë mendoj që votimin mund ta kesh edhe një mundësi të dytë. Kurse atë jetën e njeriu po nuk e shpëtove në atë moment, nuk do e kesh një mundësi të dytë. Ndaj do preferoja të shpëtoj një jetë në njeriu, sepse secilit për nesh që është dhënë vetëm një jetë, është një rol që nuk mund ta luajmë dy herë. Shumë përgjigje bukur. Shumë e bukur. A ka vend ndeshmëria në politikë, doktor Genti, se ti je një njeri shumë parimor dhe çdo njeri që të ndjek, çdo komentues dhe në rrjetet sociale, çdo njeri që ne kemi parë që të ka shoqëruar ose ke takuar edhe në fushat, mbi të gjitha të çmon për vlerat njerëzore që ke, jo si mjek, jo si politikan i ardhshëm, po si njeri. Modestisht do thoja që unë nuk jam një njeri përsosur, po përpiqem që punën time ta bëj në mënyrën më të mirë edhe më të lehtë për atë që kam përballë. Dhe duke qenë që bëj profesion ku merrem me një shtresë shoqërie që ose është në gjendje të vështirë ekonomike ose ka pësuar një rënje në aspektin ekonomik për shkak të nivelit të lartë të paaftësisë që prodhojnë sëmundje dhe shëndet mendor, sigurisht që detyra tonë nuk është vetëm ta shërojmë njeriu, detyra tonë është bëjmë dhe avokacinë e tij, të bëjmë atë që mendon edhe për hallin e tij dhe përpiqet ta ndihmojë edhe në tilla aspekte që nuk janë domosdoshmërisht mjekësore. Dhe mendoj që detyra e psikiatrit është çik më komplekse, sigurisht nuk është larg specialiteteve të tjera apo punonjësve të tjerë shëndetësor, po duke qenë e tillë është më komplekse dhe unë përpiqem që njerëzve t'u qasëm në një mënyrë më mbështetëse, nuk e di sa e ka ndalë, e vërteta është që duhet ta thonë ata një gjë të tillë nëse e kanë bërë apo jo, por jam përpjek ta bëj vazhdimisht edhe t'i ndihmoj me aq sa mundem. Po në politikë ka vlerë ndershmëria apo është diagnozë e rrallë? Sigurisht ka plot politikanë të cilët janë të ndershëm, pavarësisht që ne kemi krijuar një lloj klisheje të menduarit për politikën, për politikanët, në një farë mënyrë në herë i kemi përkthyer dhe në një lloj tabele ku gjitha vështirësitë tona, gjitha mosarritjet tona, gjitha problemet tona i shkruajmë pikërisht te kjo tabela që quhet politik, duke i lënë atyre gjë mëkatet, ndoshta edhe në raste kur nuk i takojnë atyre. Mendoj që një shoqëri e emancipuar duhet gjejë raport midis vetes dhe politikës, në kuptimin që jo gjithçka varet nga politika, jo gjithçka duhet ta presim nga politika. Ka shumë gjëra që në jetë ne mund t'i bëjmë vetë dhe pa u varur nga politika, dhe politika duhet bëj pjesën e saj që të na rregullojë, si të themi, atë rrugën nëpër cilin ne ecim dhe ndërtojmë bizneset, punët, profesionet tona, pra të ketë një raport më të drejtë midis asaj që mendojmë që nuk e bën ata siç duhet dhe asaj që në fakt është mosarritja ime personale. Ky do ishte një raport më i drejtë dhe sigurisht që politika nuk është pa mëkate, ka shumë gjëra që duhet ndryshojnë. Ne posaçërisht kemi pasi qeverisje që është e mbytur në mëkate. Qeverisja mëkatare, do thosh. Po, mëkate të cilat kanë bëjnë me një lloj babëzie, me një lloj abuzimi me pushtetin,
me një lloj përdorimi të pushtetit për interesa personal, me një lloj organizimi institucional. Mendoj të gjitha këto duhet marrin fund dhe duhet fillojnë, ndryshimi mund të fillojë vetëm me votën e lirë dhe të ndershme, dhe pastaj të ndërtohen institucione të cilat t'i kenë parasysh të gjitha gabimet e të kaluarës. Doktor, si e përkufizon kurimin e një shoqërie dhe a ka shërim për Shqipërinë? Kurimi i një shoqërie do duhet isha sociolog që ta jepja, po mendoj që kur për Shqipërinë ka. Dhe kura për Shqipërinë fillon nga dashuria që duhet kemi për vendin. Nuk duhet duam vetëm atë që ndodh brenda pragut derës, po duhet jemi më të vëmendshëm e më të kujdesshëm për atë që ndodh jashtë saj. Edhe nuk duhet shikojmë vetëm interesin personal, po duhet shikojmë atë që është interesi ynë i përgjithshëm. Dhe unë mendoj që vetëm kur të kemi shumicën e shqiptarëve me një lloj mendësie të tillë, edhe kur ata i kontribuojnë këtij vendi, unë mendoj që kjo është kura për Shqipërinë. Pra, ta duash dhe të bësh diçka për këtë vend më shumë se ç'bën për veten tënde. Ka nevojë vendi në këtë moment për një terapi intensive, doktor Genti, apo qoftë edhe për një aspirin? Jo, vendi ka nevojë për një terapi intensive. Si e keni zgjidhur ju që t'ja jepni më konkretisht? Ku ilaçi kryesor duhet jetë kundër shpopullimit. Do të thotë, nuk ka një gjë mjaft keqe që i ka ndodhur Shqipërisë së dekadës fundit, është pikërisht numri i lartë i ikjeve. Posaçërisht i krahut punës, i pjesës shkolluar, i shtresës mesme, të cilat janë kolonat e një shoqërie. Dhe mendoj që ky vend rrezikohet pikërisht nga shpopullimi. Dhe duhet patjetër urgjentisht qeverisja e ardhshme të marrë masa të cilat janë të rëndësishme, të menjëhershme, pra të shpejta dhe të cilat mbajnë shqiptarët këtu. Keni ju një program ose një platformë kundër shpopullimit? Sigurisht që kemi një platformë kundër shpopullimit, të cilën e kemi shpalosur dhe në programin tonë të integruar me Partinë Demokratike, dhe mendoj që rezultatet e tij do të shikohen shumë shpejt, mbase edhe në 6 mujorin e parë të qeverisë së re të ardhshme. Një prej politikave, ose që është pjesë e programit të opozitës, e cila ju ka lënë brez, ose që në momentin e parë që e keni lexuar, keni thënë që po, kjo është shumë e drejtë në lidhje me atë çfarë ne kemi konstatuar në terren. Paketa e dëmshurisë. Paketa e dëmshurisë sepse ka masa për shtresat më pak të favorizuara. Paketa e dëmshurisë ka masa të cilat do merren shpejt, pra brenda 100 ditëve të para, dhe shkon pikërisht ata që kanë më shumë nevojë, ndaj është quajtur e tillë, dhe besoj që është gjetja më e mirë në kuadër të programit tonë që ju kemi paraqitur shqiptarëve si ofertën tonë. Doktor, mendon se politika ka nevojë më shumë për profesionist apo idealist? Mendoj që Shqipëria në këtë kohë ka nevojë ulurice për njerëz me ideale. Për njerëz, po e lidh me atë që thash pak më sipër, për njerëz që e duan këtë vend dhe që përpiqen të bëjnë diçka përtej pragut derës tyre. Dhe do doja të shihja një Shqipëri që ka më shumë njerëz të tillë, njerëz të cilët janë pjesë e vendimarrjes, janë pjesë e institucioneve dhe që bëjnë gjëra pikërisht për ta bërë Shqipërinë më shtore. Tani që ka nisur zyrtarisht fushata, dhe ti le të themi je
më i updateuar ose më pranë qytetarëve si mund të them të gjitha kategorive, se ti je gjatë gjithë kohës në shërbim të tyre, po të gjithë kategorive. Kush është gjëja më e çuditshme që ke dëgjuar? Gjëra të çuditshme ngjojnë për ditë, po mendoj që ky presioni që u bëhet njerëzve për të shkuar në mitingjet e pushtetit, më duket një gjë shumë e çuditshme. Më duket një gjë krejt e pakuptimt dhe që mendoj që duhet marrë fund një ditë. Unë kam gjuar ankesa nga qytetarë, nga punonjës të administratës, të cilët ankohen për presionin që u bëhet për të ardhur vetë në për takime për cilë njerëz, dhe në një mënyrë krejt pa kuptimt për të ndërtuar një fasadë që i shërben pushtetit, për të thënë që ka mbështetje, ndërkohë që nga ana tjetër ne takojmë shumë njerëz të cilët ankohen, përfshi edhe pjesëtar të administratës aktuale të pushtetit vendor apo të institucione qendrore. Dhe kjo më duket një gjë krejt e pakuptimt që duhet të përfundojë një ditë, edhe shpresoj shumë që ne nesër në pushtet nëse bëjmë një gjë të tillë. Doktor, ke patur në një moment gjatë fushatës që të ka prekur thellë emocionalisht? Dje ose par dje nuk ka prek shumë në momenti kur emigrantët të merrin telefon dhe të thonin që votova. Kjo ishte për mua një moment të cilin e di që ata kanë pritur për shumë vitesh, dhe kur bëm një 2 telefonata të afërmve tanë, të cilët na thonin gëzuar që votuam, unë e pata ai moment që më preku. Shumë interesante kjo, po familja jote si e priti kandidimin tuaj? Familja është një pjesë që e bën rrugën bashkë me ty, posaçërisht bashortja, vajza, djali, po edhe pjesa tjetër, prindrit, motra, shumë të afërm. Mund duket që është hera e parë që gati në ansambël janë përfshirë në një fushat, nuk ka ndodhur herë të tjera. Dhe për te i faktit që kanë merakun për shnetin tim, për mënyrën si do shkoj, i shoh më shumë se kur të përfshirë emocionalisht të fushat, dhe do ishte shumë mirë që ta fitonim edhe për ta. Doktor, ti për pak ditë do bësh gjysh. Nuk do ishte më mirë që ti të rinje të merreshe me mbesën tënde? Kishe dhënë si gjithë gjyshit e si gjithë gjyshit e tjerë, ta edukonje, ti mësonje shumë gjëra, mos e merrje këtë lloj përgjegjësie? Detyra e gjyshit është një detyrë që unë se kam provu si ndjesi, do më ndodhi shumë shpejt, mezi po e pres, do vi një vajzë e vockët njët, edhe nga rrëfimet e prindërve tanë, gjyshërve tanë, kanë thënë që është gëzim goxha i madh, sigurisht po vjen momentin e duhur, lindja e një jetë është gjithmonë një fat i madh, një dhuratë nga Zoti, dhe unë shpresoj që Zoti të na shtojë akoma më shumë në shqiptarëve, sepse kemi nevojë, dhe ne kemi nevojë të ripërtërim këtë komb, kemi nevojë të ripërtërim familjet tona, dhe nuk di çfarë them më shumë, se nuk e kam provu akoma këtë ndjesi, por uroj që vajza ta kaloj sa më lehtë, edhe fëmijët vinë jetë shëndosh e mirë. Ky është urimi që bëhet tillë raste. Edhe ne i bashkojmë këtij urimi kërë. Në qoftë se parlamenti do ishte një pavion, kush do ishte roli Gentian Çalës? Parlamenti shqyqyqës është i pavion psikiatrik, edhe s'duhet jetë asnjëherë kështu, përkundrazi. Këto kohët e fundit pacient janë ata. Pavarësisht se nuk është pavion, po mendoj që nuk duhet i ngjaj asnjëherë një
pavioni dhe madje njerëzit që shkojnë aty duhet jenë mirë dhe të ekuilibruar emocionalisht, psikologjikisht. Nëse do ngjante një pavioni, roli do ishte ai që di të bëj, roli i psikiatrit. Unë besoj se do jetë një gjë e mirë që ju të jeni përfaqësuesi i qytetarëve të Korçës në parlament, sepse le që do përfaqësonin qarkun, por dhe deputetët ose ministra që do kenë probleme do të bënin një vizitë atje dhe nuk do i lynin shkallë kështu si ka shkalluar. Me këmbë të tokë do të thotë. Do thot do kemi rast ta ushtroj profesionin, pra. Se lidhemi me atë pyetjen që a do ushtros profesionin. Unë besoj se do kenë shumë raste. Doktor, kur sheh një debat në kuvend, të vjen më shumë të bësh injeksione apo ti ikësh? Problemet e komunikimit qoftë në institucione ose të komunikimit tjetër në publik, ne i kemi hasë goxha shumë këto vite e fundit dhe për fat keq kemi pas modele të këqija, të cilin komunikimin publik e kanë përdorur si armë ndaj kundërshtarit, ose e kanë keq përdorur duke shërbyer si modele të këqija për më të rinjt. Unë mendoj që gjithë ne, pavarësisht nga jemi djathtas apo majtas, kemi detyrë që në komunikimin publik, pavarësisht të lashave që kemi me njëri tjetrin dhe problemeve që kemi për debatu apo diskutu me ata që i konsiderojmë kundërshtar politik, ne duhet jemi të kujdesshëm edhe për mesazhet që përcjellim. Ne nuk mund ta kthejmë komunikimin publik në një bullizim ndaj qytetarëve, ndaj të tjerëve. Duhet jemi të kujdesshëm në përdorimin e etiketimeve, të sharjeve, të ofendime. Duhet jemi të kujdesshëm të përdorimi gjuhë, sepse një gjuhë brenda normave dhe brenda rregullave të një komunikimi publik, se ajo që vjen re sot, unë shoh shumë të ri të cilët komunikimi i tyre dhe madje edhe fëmijë, komunikimi i tyre është nuk di si ta përshkruaj. Është lënë shumë për dëshiruar dhe këtë bëjnë edhe për ju drejt syri dhe në ambiente publike, edhe kur përballë kanë një më të rritur. Tradita jonë ka qenë që neve edhe në komunikim i runim disa caqe, posaçërisht në pranit më të rriturve, më të moshuarve, nuk përdornim asnjëherë një komunikim i cili ishte i papranueshëm, apo të grave, apo të nënave motrave, do thotë sot vërej që ka një shkujdesje në të gjitha krahat, përfshi dhe politikën, për mënyrën se si komunikohet. Ç'mendim ke për zdromsa dhe çyrykët shqiptarë, doktor? Se nga ish kryetari i Bashkisë së Tiranës tha që gjithë meshkujt shqiptarë janë zdromsa. Kryeministri tha që janë çyryk. Ingrid i shkallë më lart. Po kjo është një shembull i një komunikimi publik as pak përshtatshëm dhe që mund vjen keq për atë që e përdor dhe për ata veshët që e dëgjojnë dhe nuk reagojnë dhe që e pranojnë. Do thotë madje e qeshur apo buzëqeshja atyre që ngjojnë një etiketim, një bullizim karshi edhe në masë në këtë rast, jo ndaj një individi të caktuar, më bën të kuptoj që njerëzit asnjëherë duke menduar se sa gabuar është kjo për fëmijët tanë. Për më të vegjëlit, për më të rinjt, për çdo që dëgjon se si kryeministri i vendit ose kushdo tjetër thot për burrin, babain ose merr dhe etiketon njerëzit në një aktivitet i cili transmetohet në 20 kanale lajmesh njëkohësisht live. Pra, kjo është një shkujdesje totale dhe është një shoqëri e cila e ka kthyer në normë të përdorurit komunikimit publik si armë. Jemi gjirë ndonjëherë vetëm për gjatë gjithë
rrugëtimit tënd politik? Jam ndjerë disa herë, jo një herë, ka shumë momente kur në këtë rrugëtim ke vështirësi, përballesh me humbje, ndonjëherë ka braktisje. Sigurisht që këto janë momente kur ty të bëjnë të ndihesh vetëm për pak kohë, derisa reflekton dhe kupton që ky është pjesë e një procesi dhe nuk është ndoshta në politikë ajo që ndodh më shpesh është që të jemi shumë njerëz. Nuk është vetëm një është e kundërta. Dhe në momentet caktuara e provon këtë ndjesi, ashtu siç e thash, po është një gjë kalimtare dhe e përkohshme. A ka pasur një njeri që të ka dhënë kuraja kur ti ishe gati të hiqe një dorë nga gjithë shkallë, ti lë, nuk merre më me asgjë, thjesht do ushtroj profesionin tim. Dhe a ka patur një moment Po, që po. ke qenë gati ti që dorë nga politika? Po besoj se gjithë mund ta kemi patur një moment të tillë. Kam pas momente që e kam menduar që duhet ta rishikoj, po që kanë qenë episodike dhe përgjithsisht kur bëhet fjalë për vendime të rëndësishme, unë jam një njeri që pyes shumë njerëz, por në fund vendos vetë. E kam këtë cilësi. Vetë shtatatit të bëj si di vetë. Marr opinione, po në fund ndjek edhe atë zërin tim të brendshëm, arsyetimin tim, atë që mendoj unë që është më e përshtatshme për mua. Ka pas njerëz që në momente caktuara, sidomos edhe bashkëpunëtorët mi më kanë thënë që boll më deri këtu, patë probleme shëndetësore, duhet ta lesh, më kupton? Dhe i kam gjuar me vëmendje, ju kam dhënë dhe drejt për mënyrën se si e kam menduar ata, por kam vazhduar përpara sepse nuk kam pa kaq shumë arsye për ta lënë, edhe kam pas më shumë arsye për ta vazhduar. Po një nga njerëzit që të ka dhënë më shumë kurajo, një nga njerëzit. Njerëz që më japin kurajo ka plot, janë shokët e mi më të afërt. Njeri që është tip akoma dhe më shumë kurajo. Një që do përmendja për shembull për këto kohët e fundit është doktor Zamiri, ka qenë një për njerëzve që më ka inkuraju për ta hedhur të hapin e kandidimit. Bravo doktor Zamiri. Çfarë të emocionon më shumë, doktor Genti? Një falënderim i thjesht nga një pacient juaj apo një dorë trokitje në një sallë pas një fjalimi? Të dyja të emocionojnë, nuk mund ta veçoj. Sigurisht që fjalët e pacientit e bëjnë mjekun të eci përpara, do thotë ti pa pas suksese, se çdo profesion ka suksese dhe ka gjëra që nuk i arrin. Por pa patur suksese, nuk mund të vazhdosh përpara. Dhe fjalët e pacientit, falënderimi i pacientit janë gjithmonë suksesi i cili ty të shtyn të ribësh, vazhdosh të bësh profesionin tatë. Ndaj do e preferoja gjithmonë, duke qenë që unë kam bërë këtë profesion, do preferoja më shumë këtë lloj falënderimi, kurse duartrokitet në sallë janë një dimension tjetër, të cilin ka pas momente që i kemi marrë dhe sigurisht i falenderoj gjithë ata që më kanë duartrokit. Doktor, ke patur debate në shtëpi kur ju thej që do kandidoj? Po, sepse bashortja e shikon si shumë sfidë për mua, për shnelin tim, kandidimin, angazhimin, është si të themi njëri ma tradicional, përpiqet të jetë më pak e dukshme, ndërkohë që kandidimi e bën dhe e nxjerr atë publikisht në dritë në një farë mënyrë. Duke qenë bashortja ime dhe nuk është se i pëlqen ky lloj pozicioni, po mendoj që kur unë e vendos, pastaj dhe ajo thot po dhe vazhdojmë bashkë. Pa normale se s'ka si thot jo. Jo, mund thotë edhe jo deri në fund, kupton se nuk është se e pengojnë mendimet e saj, po s'ka vlerë. Po ta marrësh mendje s'ka vlerë. Më kanë dhënë në krah dhe falenderoj. Unë mendoj duke njëjtur doktor Gentin, bashkëshortja e di që do thot flet ditën e thot me vete agri sallat kotun, po tha ky kështu se luan topi. Ja nisi. Për këtë isha kas.
Po, reagimi bashkëshortës ose familjarëve kur ke ndonjë sulm në rrjetet sociale. E përjetojnë apo janë tradicional që... Ajo që e përjeton më shumë këtë pjesë, bashkëshorti sigurisht nuk i pëlqen, po ajo që e përjeton më keq të pjesë është fansja ime më e madhe që është Esteri, është vajza ime. Se kisha menduar ndonjë që Esteri e përjeton në këtë lloj niveli. Po kur je vetëm për veten me veten tënde, sidomos natën, çfarë pyetje i bën shpirtit tënd? A i ben njërë pasaj çfarë? Në qoftë se i ben. Në këto kohë pyetjet më të shpeshta janë mbi atë që do bëj ditën e nesërme. Do thotë çfarë kam për të bërë gjatë ditës nesërme. Sigurisht kemi një agjendë, ecim mbas saj, po nga ana tjetër gjatë ditës ka gjëra dhe që si realizon dot dhe mendoj a mund t'i bëj nesër, mund t'i fus te kjo dita e punës nesër me këto gjëra që ti mbyll. Do thotë shpeshherë bie shtrat me atë idenë që kam lënë diçka pa bë dhe çfarë janë këto dhe si mund t'i zgjidh. Doktor, ne të gjithë jemi mëkatar. Po. Cili është mëkati yt më i madh dhe cila është virtyti yt që s'ka tradhtuar kurrë? Virtyti im më i mirë besoj është besnikëria. Unë jam prej atyre njerëzve që e kam shumë të rëndësishme këtë pjesë edhe ndërkohë që mëkati më i madh duhet ta mendoj këtë pjesë. Mund të jetë prapë besnikëria një mëkat? Po mund të jetë dhe në sytë e disa njerëzve kam përshtypjen që është në sytë e disa njerëzve sepse do donin që unë të isha më shumë xhongler, i njëri më shumë i një modeli tjetër, se varet se cili shikon me sytë e tij me mendjen e tij, ndërkohë që unë mendoj që mund të jetë kjo për disa edhe ndoshta mëkati më i madh. Ka ndonjë moment në jetë që e ndjer i pambrojtur? Ka momente në jetë kur ndihesh i pambrojtur dhe i pasigurt, po më kujtohen në fakt disa momente të tilla, për shembull, më kujtohet një radhë kisha 2 pacientë që ishin mjaft problematik në repart të mbyllur dhe unë hyra pa mbrojtje. Edhe ta ishin në gjendje të përkeqësuar dhe më sulmon 2 veta njëkohësisht. Sigurisht që ja dola të mbrohem dhe pastaj erdhi stafi që më ndihmoi kështu. Janë situata që ndodhin rrallë që mos krijojmë një perceptim të gabuar se kush e di çfarë ndodh. Po. Do të thotë nuk janë pacientët për mua janë shumë të mirë dhe shumica prej tyre janë dhe shumë paqësorë, shumë dashur, po në një moment përkeqësuar, do të thotë më kujtohet që kam qenë në një moment rrezikshëm se duhet përballoja 2 veta njëkohësisht. O doktor, ka ndonjë moment kur ke qarë pa u parë nga askush? Po ka. Dhe pse? Ka. Gjithmonë. Se po prisja do të kisha hapur. Po tash edhe pas kam qa pa askush, edhe dashkë një arsye, do thotë i bie kur jam sheh për tjerëve, i bie që ka qenë një moment i imi personal dhe që nuk kam dashur ta ndaj me tjerë. Do ta ndash me Melita, një nga arsyet. Një nga arsyet është për shembull është një largësia me familjarët. Është një gjë që kthehet në një problem, kupton, ku nuk marrin pjesë dot në gëzimet e njëri tjetrit. Është një situatë që tash në këto vitet kur jetojmë në sot, duhet pak e pa kuptim të se mundësit janë, lëvizim më lirë, shëmikim, takohemi, po të kthehemi në vitet para viteve 2000, do thotë nuk merrim pjesë dot në dasmat e njëri tjetrit sepse të duhej viza, të vije nga Greqia, më kupton, pastaj nuk shkoje dot, e ku ta di unë dhe ka pas situata tilla. Po në qoftë se do të kishe mundësi të udhëtoje pas në kohë dhe të takoje agentin në moshën 18 vjeçare. Cila do ishte ajo gjëja e parë që do t'i thoje? Mund ta japur një përgjigje, se na tregove një histori shumë të bukur dje. Atë të Aratisi. Historia e Aratisit. Do t'i thoshe që Aratisu genti. Shiko, kur je adoleshent je
ca rebel, më kupton përpiqesh të eksperimentosh, më kupton bësh gjëra të cilat shkojnë për nga ekstremi, edhe kjo i ndodh thujse secilit prej nesh. Po nëse do isha prap 18 vjeç, gjëja që do i bëja prap do ishte të merrja pjesë në lëvizjen studentore, dhe gjëja që kam lënë pa bërë dhe që nuk e kam provu, po do e provoja të arratisësh. Me not nga liçeni. Po. Doktor, cila është frika jote më e madhe? Dhe ndoshta një nga frikat që ti mund mos e kesh treguar askujt. Ta ndash. Frika ime më e madhe është ku di, mos ke mundësi ti shikoj një prit e mbesat, ti shofësh rritën, më kupton, të kesh mundësi bësh rolin e gjyshit. Po kjo është i gjë që zvaret nga unë, është i gjë që i përket dikujt tjetër, ajo që na përket ne është që ta trajtojmë mirë shëndetin tonë, dhe unë ndonjëherë nuk hyj te njerëzit kaq korrekt në raport me trajtimin e shëndetit. Doktor që nuk kujdeset për vetë. Po, Këtë jam duke thënë si autokritik dhe nuk du të shërbej si model. Kështu që ftesa ime për gjithë juve do të jetë kujdesuni për shëndetin, të bëni më të mirën për shëndetin tuaj, bëni jetë shëndetshme, më kupton, po e thoja për vete duke qenë sinqert deri në fund. A jemi të çelu? nuk e di për ka pjesë e kisha e këtë që s'kujdesesh për veten, se ti ha çdo gjë me orar, je një njeri që ecën dhe bën ushtrime fizike. Vetëm cigaren të kam parë që një mjek që pi cigare, për pjesën tjetër se di për. Po ja, këto janë mund ta thuash një mjek që nuk pi cigare. Këto janë gjëra që duhet t'i ndryshoja, më kupton? Duhet t'i ndryshoj. Cilën plagë tënde me ke kthyer në forcë? Cilën plagë time kam kthyer në forcë? Ndoshta të gjitha këto humbjet me 2-3 betejave të fundit elektorale, kisha menduar që do më zbusin, do më bëjnë më dobët. Në fakt, ma kanë shtu forcën dhe dëshirën për të përfshirë në një garë tjetër. Dhe mendoj që sa kanë qenë të dhimbshme kur kanë ndodhur, aq kanë qenë të dobishme për t'i bërë gjërat më mirë herën tjetër. Doktor, kur ka qenë hera e fundit që je ndjer krenar për veten tënde? Jo për njerëzit, po vetëm për veten tënde, që thua, po, tani ndjem krenar për veten time. Mendoj që unë ndjem shumë krenar, jam ndjer shumë krenar për atë që kam bërë në Kosovë. Për gjithçka kam dhënë atje për institucionin, për organizimin e tij, për projektet, për gjithçka. Është një prej pjesëve të mia tjetër që më bën të ndjem shumë krenar. Ke ndonjë ëndër tënde të cilën do ta realizosh? Apo pas 5 ditësh s'ka më ëndra, doktor Gyti? Në këtë periudhë që jemi, ëndra dhe dëshira është që të kemi një fitore të opozitës 11 maj dhe të kemi mundësi që programin ton për Shqipërinë madhështore ta bëjmë realitet. E di që disa njerëz kur vjen puna te programet elektorale kanë dyshimet e tyre, po unë shpresoj që zotimi jonë është goxha solemn edhe mendoj që do jetë detyra jonë e shtëpisë kryesore në momentin që shqiptarët na votbesojnë. Doktor, ne të gjithë e dim që kemi lindur dhe jemi do vdesim. Kjo është vetëm gjë e sigurt që kemi neve. Si do donje që të kujtonin ty niprin mbesat, por dhe qytetarët e Pogradit dhe jo vetëm? Do duhet më kujtonin si një njeri i cili i ka shërbyer qytetarëve me aq sa ka mund, me aq sa ka ditë, me modestinë e tij. Kështu. Po, në fund të ditës një njeri që ka kontribuar. Po si një njeri që ka kontribuar, kaq. Në qoftë se do e takoje 5 minuta Zotin, çfarë do t'i kërkoje?
5 minuta e më shumë, mos kërko shumë gjerë. Do doja të rikthehen të gjithë shqiptarët që kanë ikë, ti rikthehen të këtu. Nuk i ndahet programi, doktor Geti, deri në fund. Deri në fund programit. Në fund të intervistës së dal nga dal po afrohemi. Ti ke takuar dhe fermer, ke takuar qytetar të thjesht, do na përmendësh në një pikë të shkurtër se çfarë ju ke ofruar atyre nëpërmjet programit të opozitës? Hallimi i madh i fermerëve tan për shembull është një që kanë lënë të gjithë tokat dirë dhe nuk po mbjellin më. Që nuk po ju shitet prodhimi bujqësor. Ka Partia e Lirisë dhe gjithë opozita një program lidhje me këtë? Po, ne për fermerët kemi një program që rishikon mënyrën se si bëhen subvencionimet, pra nuk ka më subvencionime që mbështesin vetëm fermerët e mëdhej, po ka subvencionime për njësi prodhimi dhe për kokë krerësh apo për koshera blete. Pra, ai sa çke do subvencionohet. Do subvencionohesh, që nuk kupton që edhe bujqit apo fermerët e vegjël që kanë sasira më të kufizuara të tokës së mbjellë, qoftë me kultura bujësore, qoftë me pentari, do kenë pra sa kanë subvencionim. Po qytetarëve të thjesht. Po pra, kjo një pjesë për fermerët. Që ta mbëroj. Pra, kjo pjesa e subvencionimit është për njësi. Dhe e dyta, këto do marrin pagesat e drejt për drejta edhe për sasinë e prodhimit që ata nxjerrin. Do ketë një ulje të çmimit të naftës, do ketë mbështetje me kredi për të gjitha serat ose makineritë, do ketë një zbritje të vëshës, pra një sër masash të cilat bëjnë që fermerët të kenë më shumë lehtësira dhe kosto e atyre e prodhimit të dalin më lirë dhe qasja në treg të jetë më e lehtë. Nga ana tjetër, te fermerët do thoya që ata duhet të mbështeten sepse një prej vështirësive që kanë pas ka qenë fakti që prodhimet e tyre kur dilin në treg konkurroheshin nga produkte që vinin nga jashtë dhe që kishin një kosto më të ulët. Duke mbështetur në fermerin këtu nxjerrim koston e prodhimit më të lirë dhe duke bërë politika që mbështesin më shumë prodhimin vendas, sigurisht që fermerët do kishin një qasje më të lehtë në treg. Dhe kjo është një gjë që i ndihmon sërish ata. Përsa ju përket qytetarëve, dhe kjo është sa përbujësim, përsa ju përket qytetarëve, sigurisht që ne kemi program posaçëm për shtresat caktuar, siç është pensionistët, për punonjësit e shëndetësisë, arsimit, nga ana tjetër për të rinjt, kemi për gratë, pjesë të programit, kemi pjesë të programit për biznesin dhe të gjitha këto bëjnë që grupet të tilla të kenë më shumë të ardhura në xhepat e tyre, sepse një për probleme që ka pas gjatë qeverisjes që kaloi është që nuk shikonin rritjet pensione, rritjet pagave, apo indeksim të tyre dhe për shembull lëvizja të VSH-s ka qenë tabu në Shqipëri, e cila ndihmon biznesin dhe mendoj që të gjitha masat e marra në program do ndihmojnë që në xhepat e shqiptarëve mbesin më shumë para, në xhepat e biznesit po ashtu, pra të kenë një rritje të ardhurë, një zvogëlim të shpenzimeve të tyre dhe një frymarrje të ekonomisë që është shumë e rëndësishme për një vend ku duket se gjithçka po ngec. Toka djerë, ekonomia e vështirësuar, bizneset po mbyllen dhe kjo situatë duhet patjetër të ndryshojë në favor të qytetarëve shqiptar, në favor të grupeve më pak të favorizuara, se për shembull nuk përmenda edhe personat me aftësi të kufizuara, që do kemi prapë pagesat drejt për drejta dhe rritjet pagesë që ata marrin për
paaftësinë e tyre dhe do ketë mbështetje për kujdestarët. Dhe që janë shumë të rëndësishme, sepse në nivelet që janë sot është e pamundur që këta njerëz të jetojnë, dhe më tepër kur janë kryefamiljarë të mbajnë familja e tyre. Një mesazh të fundit për të gjithë ata që ne do na ndjekin. Një mesazh të fundit është duhet votuar ndryshimi në 11 maj. Dilni të gjithë votoni. Mos dëgjoni kryeministrin që ju thot mos dilni të votoni ose ish kryeministri. Është detyrim qytetar që të dilni në 11 maj të votoni, të jepni votën për ndryshimin, të jepni votën te numri 1 për opozitën shqiptare dhe pastaj zgjidhni mes kandidatëve atë që juve ju pëlqen më shumë, atë që mendoni që përmbush më shumë pritshmëritë tuaja. Për mua, kandidati që i përmbush pritshmëritë e mia është Gentian Çala. Për ju, vendoseni ju. Faleminderit shumë që ishe sot në Çelu, doktor Genti. Të uroj shumë suksese. Me Faleminderit dhe juve. Betejën e madhe dhe të vogël, siç e quan ti. Okej, faleminderit. Faleminderit të gjithëve që ishit pjesë dhe shikues të këtij podcasti. Vazhdoni na bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.